këtu bëhet për një qëllim dhe për lojë, sidomos po ta keni vënë re me kujdes, kur është futur xhesti, Egli e ka njohur direkte dhe i ka thënë vajzave, të flasim realisht, flasim pa doreza, sepse unë po flas pa doreza. Dhe unë jam realiste. Është shumë mirë bona. Dhe Egli ka thënë që ky ka shumë fanbase jashtë, do të thonë Egli pse nuk zgjodhi një Aldon për shembull, kot po ja fus, ose një emër tjetër, Jozin, sepse nuk njiheshin jashtë fare. Ti e njeh Jozin as ose njihsha? Jo, unë Jozin nuk e njihja, po. Pse zgjodhi pikërisht sepse kishte parë bigun e Kosovës, edhe i duheshe. Po duheshe. Olta di që ajo ka aktruar dhe unë nuk mendoj që një njeri për një kohë kaq të gjatë të mundet të aktrojë gjatë gjithë kohës. Ndoshta në fillim. Shiko, ndoshta në fillim, duke qenë se fjala e parë që sa ju i gjestin shtëpi ka thënë ose prezantimi i parë, ka thënë që shiko se ky ka një fanbase shumë të madh jashtë. Ndoshta në fillim ajo e nisi si lojë. E nisi si lojë. Po, më pas asaj u kthehet si obsesion. Nuk shkoj ka parë. Është obsesion. Po pra luan në fillim obsesion thot, nuk është obsesion, nuk është dashuri. E ka nisur si lojë. Për interes. Më thua një femër që mund t'i thot partnerit të vet, më gjeti mua një femër në botë që t'i thot s'ka gjë le të kesh edhe 6 të tjera, mua s'më bën përshtypje, mjafton që në darkë ti të vish edhe të plotësh mua nevoja. Ta the mund. Hey yje, unë jam Fatosi dhe ju ftoj të shkoni në YouTube, Andale Ale dhe të bëni subscribe aty për të parë episodin e plot. Mos u humbisni.